thash marr pasaporta, s'ke pas drejt me dal jashtë, punë. Unë kam qenë vetë një i denum në vitin 1981 i burgosën në shërbim ushtarak. Unë për fat mirë kam pas drejt studiaj. Për ndryshe asnjë drejt tjetër se kam pas. Kam qenë student i mirë, kam kry fakultetin me kohë, në vitin 1986, edhe aty ka përfundu për mu. Më shdash me shku me bo master, vetëm sa mos me lujt mensh. Se gjithë vitën e gatë, unë jam shku me lyj punë për organizata, kom pas njerëz njofshëm që më kanë dashur profesorat në universitet, më kanë premtu se kanë me marr punë, po kur janë shku verifikimet, cilat janë bote sigurimi shtetnor i Kosovës, ose të komiteti, ato kanë qenë, ashtu janë qujtë në komiteti i partisë, duket edhe të ju njëjtën punë, ato se kanë dhënë pëlqimin. Pa pëlqimin e tyre nuk ka mujt dikush më punësu, po them për nivel universitar na që kemi qenë. Kam dhe diçka të fundit për atë që po ndodh Hag. Po vjen fundi zvarritjes dhe procesit, por a do jetë fundi i lumtur? Po që zoti Basha, tash na nuk mundem me ik prej ngjarjeve që kanë ndodhur në Jugosllavi. Ka ndodhur luftra, ka ndodhur akuza, ka ndodhur krime, ka ndodhur vrasje, ka ndodhur. As na jemi jashtë asajna. Mbi neve 99%, ma shumë të themi 99.9% ma shumë ka kry krime Serbia ndaj neve se eventualisht ndonjë vit, ndonjë individ nëse ka bo diçka. Unë s'du më lëshu në ato se unë jetoj në prendim, unë e di që funksionojnë gjykatat. Ti jesh i sigurt se gjykatat janë të pavarura. Mundën aty me pranu dëshmi prej çdo kujt. Sa ta dëshmin nuk e vlerësojnë, a është e mira e keqe, ato e qesin mbi tavolinë, dikur janë prokuror, janë avokatët, janë gjykatësit që të vlerësojnë. Një shpifje, një akuzë pa bazë nuk e ka asnjë shans me kalu. Unë kam thirrë edhe kosovarët prej fillimit, ju kam thonë mos ndërmerrni asgjë, leuni punën dhe ta kryejnë avokat. Mos ndërmerrni presione ku ta diune, për fat keq do gjana kanë rrjedhë keq cilat ja u kanë vështirësu gjendjen atje. Se mas pari krerët e shoqatave dalura prej lufte i publikuan emrat e dëshmitarëve. A ishte gabim shumë i madh se gjykata e Hagës për atë arsye është formuar në Hagë vetëm për me mbrojtë dëshmitarët. Ata u çunë një ditë, i qitën mbi tavolinë doset cilat edhe atëherë ju kom thonë, 99% Serbia i ka pru në Kosovë. Hala nuk e dim na kush i ka pru ato doset cilat i kanë qitë mbi tavolinë zoti Haradinaj edhe zoti Ngucati. Ajo është sikur unë e marrë që ta është ti, apo një njerëz që së njeti fare, me një mast, me talon një dosje mbi tavolinë me gjana cilat janë ndalume. Këta nuk e din se gjykata mundet me ndalu. Prokuroria mundet me ndalu që të emision mu e ty. Në thonë që kjo emision për shkaqe të sigurisë nuk mundet mu transmetu edhe merr fund aty për neve. Këta janë që i kanë publiku, të dytë janë shku për qatë punë janë denu ka 4 vite e Gjysburg. E kanë pas një avokat, Tom Gashi quhet, na i veç avokat nuk është, ai ju ka premtu se për këto gjana nuk mundet me akuzu as me ju denu kurkush. Po kur kanë shku në Hagë, Tom Gashi nuk e ka pas licencën me shku avokat në Hagë, se nuk e pranon Haga, se nuk i edhe atje kush punon gjykat, kush punon prokuror, duhet me pas atje, duhet me pas do nivele, duhet me pas një farë CV për mbrapa me plotësu kush, se unë besoj se ata janë zgjedhur më të mirë. Për këtë arsye dikur ju ka vështirësu situata të akuzumve, unë hashim tha që në kam shok. 4 vite kanë qenë të pandashëm, pej 90 dhe 94 sa ka dalja jashtë. Edhe nuk e di çka ju kanë dasht ata ish këshilltar, cilët mu angazhu për me bisedu me dëshmitar, tash me rëmend. 2 dëshmitar veç janë të vuj dënimin e kanë pranu se kanë bo presion apo kanë bisedu me dëshmitar. E kanë pranu veprën, është njëri për tyne, tash emna s'pja u them se janë atje të vuj dënimin, edhe janë edhe 3 grupe tjera, cilët akuzohen për atë punë se i kanë bo presion. I kanë përgju atje gjatë bisedave me Hashim Thaqin, ti merr mend kaq naiv janë tregu sa nuk e kanë ditë se bisedat, vizitat incizohen, xhirohen, edhe nuk ka, ajo është legale, prokuroria ka vazhdimisht drejt nëse dyshon diçka me kry hetime.
edhe janë intifizu, janë dalë fjalë që janë urdhënu njerëz, janë marrë vesh me bë presion mbi disa dëshmitar, edhe kjo ja ka tash Hashim tha që në të njëjtën kohë merret me dy procese të njëjta, një për krimet luftës, një këtë tjetrin për ndikim mbi dëshmitarët. Edhe kjo është tash unë si gjykat apo ti si gjykat, më ka rënë me marr pjesë në gjykatat Zvicrës, çish funksionojnë. Beso se gjykatësi është 100% i pavarur. Ai bën dënimet në bindje të veta. Aq sa ju beson ti këtyne fjalëve, je plotësisht i pavarur, si njeri, si gazetar, je i pavarur, a me i besu këtyne fjalëve që apo i thot Sali Rexha, jo. Edhe ai krejt kohën ulet edhe këshyr. A ka potencialin që ky njerëz që akuzohet për krimet e luftës me krya atë punë, a jo. Edhe nuk di a ke përcjell gjykimin prej fillimit, ka qenë një farë Salim Mustafa i pari i akuzuar. Ai kur u mu deklaru sa është i fajshëm ai pa fajshëm, ai është qenë dhe ka thonë, ngrit në kamë dhe ka thonë, unë nuk e pranoj këtë gjykat fashiste. Tash merr me mend ti me u thonë gjykatësve evropian fashist ku jam i sigurt se cili prej tyre e ka nga një familjar gjyshin, babgjyshin, agjen dikon, dvram prej fashistave. Evropa nuk ka fashiste. Në Gjermani ka lind fashizmi, për ndryshe krejt Evropën e ka infektuar, përgjegjësinë për fashizëm e mbajnë vetëm gjermanët, po jo kjo gjenerat se ka në distancu. Ai qotë dhe i thot, unë atë ditë kom thonë, që ky njerë dënohet. Se bindja, tash merr mend se ai del midis Hagës edhe akuzon njerëzit që nuk i njeh fare, profesionist, parës dur, familjar, njerëz me kredibilitet, se janë fashista. Po çka ka qenë gjendja i me boni njeriu atje të parë matosu në një mal të Kosovës atje, apo në një shtëpi atje diku në Ballkan ku kush nuk e sheh. Prandaj gjykatësit në këtë mënyrë i bin vendimet, me bindje të veta. Nëse bindet gjykatësi se një njeri ka qenë gjendje me krye atë punë, edhe mos harro